Fundjava dhe festat e fundvitit kanë sjellë një fluks të shtuar vizitorësh në qytetin e Vlorës, ku turistë, vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të shfrytëzojnë ditët me mod të favorshëm për të vizituar destinacionet më të frekuentuara të zonës. Ndër preferencat kryesore vijon të mbetet manastiri i Zvërnecit, i cili tërheq çdo vit gjithnjë e më shumë vizitor. Mjafton një ditë me diell që fundjava të ris ndjeshëm numrin e turistëve, të cilët zgjedhin manastirin e Zvërnecit, jo vetëm për pamje natyrore, por dhe vlerat historike që ai mbart. I pozicionuar mes të lagunës së Nartës, ky monument kulti shihet si një nga destinacionet më të rejse për një vizitë ndryshe gjatë qëndrimit në Vlorë. Vizitorët vijnë kryesisht nga qytete të ndryshme të vendit, por nuk mungojnë as turistë të huaj, veçanërisht nga Italia. Shqiptarët janë të moshave të ndryshme, ndërsa shumë prej tyre vizitojnë manastirin për herë të parë, duke e cilësuar Zvërnecin si një nga zonat më të bukura të Vlorës, falë ndërthurjes së natyrës me historinë. Unë vjen në Itali, jetoj këtu. Jeton në Vlorë? Po. Në Zvërnec ka ardhur shpesh apo? Po vit disa herë në vit. Si duket? Shumë i bukur. E rekomandon? E rekomandoj. Faleminderit. Ju nga vini? Ne vim nga Milano, kemi ardhur 5 ditë të kaluar Krishtlindjet, e do kthehemi prapë. Shoqërojmë. Jeni vlonjat? Po vlonjat, lindur rritur në Vlorë. Kemi ardhur 5 ditë. Si po duket në Zvërnec? Po në Zvërnec, siç e kam parë kur kam qenë 5 vjeç, po e shikoj tani që jam 50 e ca vjeç. Asnjë ndryshim. Keni sjellë dhe miq tuaj nga Italia? Dhe miq tani kemi sjellë nga Italia për të treguar më shumë bukuritë natyrore se sa njerëzore. I ka pëlqyer vendi jon? Po, vendi u ka pëlqyer, po problemi se ka ngelu pa ujë në hotel. Ka 3 ditë pa ujë. Kjo është. Io sono Giuseppe, da Milano, Italia. La prima volta qui? La seconda volta perché ho la moglie albanese di Valona e niente, un bel posto. Questo è un bel posto. Come ti sembra? Bellissimo, bellissimo. Mi sembra in mezzo alla natura, molto, molto bello, molto bello. Grazie. Lo consiglio a tutti. Un po' malandato. Nga keni ardhur? Unë jetoj në Gjermani, po tani kemi ardhur. Kemi një javë kështu edhe kaq vend i bukur dhe Përshëndetje, unë jam nga Vlora, jam vlonjate dhe jam sot këtu në manastir për të parë vendin tonë të bukur, i cili është i rrethuar nga gjelbërimi, nga ujërat, është një pamje magjepse, kisha, e cila ndodhet në fund të manastirit, është vendi në të cilën ne shprehim dëshirat tona. Me rastin e festave erdha në manastir për të ndezur një qiri dhe për të shprehur një dëshirë dhe jam krenare për Vlorën. Keni ardhur me familjar? Po, kam ardhur me vllajin edhe me motrën time. Manastiri i Zvërnecit ka qenë një nga destinacionet më të vizituara edhe gjatë 2 viteve të fundit, çka konfirmon rritjen e interesit turistik për këtë zonë. Vetë vizitorët shpreh se kanë gjetur një ambient për të cilin kishin dëgjuar shpesh, por që vetëm tani kanë pasur mundësi ta vizitojnë nga afër.